Doktorët me urdhër të qartë, mos pini kafe turke nëse keni këto 3 probleme. Përpara se të fillojmë me videon, na bëni subscribe. Shumica e njerëzve e fillojnë ditën e tyre me konsumimin e një kafeje. Megjithatë, ka raste specifike ku kafea nuk rekomandohet të pihet pasi mund të ketë efekte negative. Nëse jeni në ankth, kafeina që përmban kafeja stimulon lirimin e kortizolit, hormonit të stresit dhe adrenalinën, të cilat shkaktojnë rritje të presionit të gjakut dhe ritmit të zemrës. Megjithatë, konsumimi më shumë se 2000 mg kafein mund të shkaktojë pagjumësi, dridhje, frymëmarrje të shpejtë, nivele të larta stresi, presion të lartë të gjakut dhe nervozizëm. Kur kafeja është e nxehtë, pirja e kafes së nxehtë dhe pijeve të nxehta në përgjithësi është zbuluar nga kërkimet se rrit rrezikun e kancerit të ezofagut, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ndaj, edhe nëse nxitoni të shijoni kafen e nxehtë që sapo keni përgatitur, është e rëndësishme ta shmangni atë. Kur ndiheni të përgjumur, kafeja mund t'ju ndihmojë të zgjoheni sipas rezultateve të një studimi të ri. Megjithatë, kafeina humbet fuqinë e saj për ata që flen më pak se që nevojit e trupit. Pra, nëse mendoni se nivelet tuaja të energjisë po bien, në vend që të pini kafe, bëni një sugjumë për disa minuta. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona të fundit. Faleminderit.